të tillë. Kryeministri aktual ka kodin e mafjes. Është padrino. Se këtë që bën ai në debatin televiziv me ballafaqim e kandidatëve, që ka ndaluar ballafaqimin e kandidatëve, me refuzimin nga ana e tij të çdo kontakti me gazetarë. Ai sot, ai dhe Kim Jong-un janë të vetmit kryeministër në botë që s'marrin, s'pranojnë asnjë pyetje nga asnjë gazetar se nuk takohen me ta. I vetmi. Dhe natyrisht vetë nuk pranon të ballafaqohet në studion televizive për programet. Tradit kjo, të themi realitetin, e krijuar, e filluar në vitin 1991, kur Partia e Krimit ishte parti i pune, por vendosën të respektojnë disa rregulla elementare të transparencës. Dhe në atë kohë ballafaqoheshin për programin përfaqësuesit tanë dhe përfaqësuesit e Partisë Punës në televizionin shtetëror, se ishte mjeti i vetëm. Kurse sot ai ka ndaluar omerta, kodi i mafjes. Çdo lloj komunikimi. Pra, ai po zbaton haptas kodin e omertas. Dhe është i pashpres.